Të gjithëve jemi së bashku drejt për së drejti në Sot Live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Pa humbur kohë, ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. I ndjekim së bashku. Pas 5 muajve zvarritje, sërish mbetet pa vendim nëse dosja Partizani do të kaloj për gjykim, duke shënuar përballjen e vërtet me drejtësinë të Berishës dhe dhëndrit të tij. Jamabër Maltezi ka vjuar me taktikat e zvarritjes, ku shkak për shtyjen e seancës në 11 prill u bë mungesa e avokatit të tij. Të pandehur janë dhe Fatmir Bektashi, Xhimi Begeja dhe Andja Pustina. Shqipëria u mirëprit si e barabartë në kështjellën e Brukselit, duke na surprizuar tha kryeministri në takimin e Komitetit të Përbashkët Konsultativ me Komitetin Ekonomik dhe Social të Bashkimit Evropian. Rrugtimi është i dhimbshëm, tha Rama, por Shqipëria po ja del me sukses të kap sa më shpejt derën e hapur. Ish efektivi Renea Saltin Morina u arrestua për operacionin Levantshit të SPAK në akuzë se bashkëpunoi me Durim Bamin për kultivimin e kanabisit në Nikël dhe Tapiz. Në mars të vitit 2023 u arrestua si i dyshuar për lidhje me grupin e Elvis Martinajt. I shpallur në kërkim për importin dhe shpërndarje në treg të 8 ton mish pule me salmonel, policia ndaloi pronajin e firmës AMG Food Arben Goxhe, por pas konsultimit me prokurorët, thot policia i u lirua dhe do të hetohet në gjendje të lirë. Nga 143.000 individ që kishin detyrim për të dorëzuar divën, kanë deklaruar të ardhurat mbi 127.000, thot drejtoria e tatimeve. Ata që nuk e kanë plotësuar ende, thon tatimet ta bëjnë sa më shpejt për të shmangur gjobat. Tarifa e Donald Trump po shkakton kaos në përbot. Bashkimi Evropian është gati të përgjigjet Shteteve të Bashkuara pa hequr dorë nga negociatat. Emmanuel Macron sugjeron ndalimin e investimeve amerikane, por Meloni thot se tarifat nuk përbëjnë një katastrofë, edhe pse i cilëson të gabuara. Arti shqiptar ka humbur një prej ikonave të filmit dhe teatrit, aktoren e madhe Margarita Xhepa. Familjar, miq, artist dhe bashkëpunëtor dhe admirues po japin lan të mirën e fundit sot me zhvillimin e homazheve Margarita Xhepës, homazhe që po mbahen në teatrin e operës dhe baletit.